Hoxh, që të arrihen mirësitë e agjerimit, duhet të bëhemi të devotshëm. Të ruajmë gojën, mos bëjmë keq. Mendoj që ka rëndësi t'i këshillojmë njerëzit për këtë fakt. Agjerimi përfshin jo vetëm braktisjen e të ngrënit, të pirit dhe gjërave të tjera të cilat e prishin agjerimin, por edhe ruajtjen e gojës. Do të agjeroj besimtari duke ruajtur dhe gojën, të flasë mirë, mos flasë keq. Të ruaj dorën, të bëj mirë, të mos bëj keq. Të mos dëptoj kënd, mos bëj padrejtësi kujt. Të ruajmë gojën, të mos gënjejmë, të mos mashtrojmë, të mos përçmojmë kënd, të mos tallemi me kënd, të mos dëshmojmë rrenjshëm, të mos e fliqim gojën, mos themi fjalë të këqija, fjalë të pista. Këto janë të liga, janë mëkate të gojës. Dhe duhet me rujt gojën. Gjithashtu duhet mos me u bë padrejti njerëzve. Duhet me rujt dorën. Pra duhet që me rujt gojën dhe dorën në mënyrë që të arrijmë mirësitë e Ramazanit. Në të kundërt, kush nuk ruan gojën nga gjunahet e gojës, mëkatet e gojës, i përmendë pak më parë, edhe nuk ruan pjesët e trupit nga mëkatet, Allahu nuk e vlerëson atij agjerimin. Pra, ai nuk e arrin mirësitë dhe shpërblimet e agjerimit. Kështu që është çështje shumë e rëndësishme kjo. Fjalët e këqija cënojnë agjerimin. Veprat e këqija, dëmi që i bën i tjetri, padrejtësia që i bën i tjetri, e cënon agjerimin. Agjerimi përmbushet, plotësohet duke ruajtur gojën dhe duke ruajtur dorën, mos me bë keq. Ky është muslimani i përsosur. Ky e ka agjerimin e plot. Dhe ky quhet tamam i devotshëm. Qëllimi i agjerimit është që ne të bëhemi të devotshëm. Ka thënë Allahu la'allakum tattaqun. Kur ka përmendur obligimin e agjerimit, obligimin e agjerimit të Ramazanit, ka thënë fundin e ajetit, që të mund të bëheni të devotshëm, të ruheni nga dënimi i Allahut të lartësuar. Domethënë, të ruheni nga dënimi duke i zbatuar detyrat e fesë, duke ruajtur nga gjunahet. E kemi detyrë që ta ruajmë gojën, mos flasim keq. E kemi detyrë të ruajmë dorën, mos dëmtojmë, mos bëjmë keq kujt. Këtë që ka përmendur Allahu në Kur'an, la'allakum tattaqun, na e ka shpjeguar profeti në një hadith, se dihet që hadithet janë shpjegimi i Kuranit, hadithet bazën e kanë Kur'an. Çdo hadith ne mund ta lidhim me Kur'anin. Thot profeti në hadith, men lam yad'a qawla az-zuri wal 'amala bih, falaysa lillahi haja fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu. Kush nuk i lë gjunahet e gojës, profeti ka përmendur gënjeshtër. Por dietarët kanë shpjeguar se këtu hyn gjitha mëkatet e gojës, që i përmendëm pak më parë. Dhe kush nuk lë dhe gjunahet e trupit, domethënë veprat sipas saj, sipas dëshmisë së rrejshme, sipas gënjeshtës, domethënë gjunahet e trupit. Siç kanë shpjeguar dietarët, Allahu atij nuk e vlerëson agjerimin. Domethënë nuk e merr shpërblimin e agjerimit, nuk e arrin mirësitë e agjerimit. Ndaj duhet që ta ruajmë agjerimin. Një pjesë e agjëruesve nuk kujdesen për agjerimin. Prandaj konstatojmë se ndikimi i agjerimit për ta në mirësinë e tyre me familjen, me prindërit, me fëmijët, me bashkëshorten, nuk ka ndikim. Jo thonë që agjerimi i tyre ka mangësi. Ata se kanë përmbushur si duhet agjerimi, si kanë arritur mirësitë e agjerimit. Duhet që agjëruesi të përmirësojë moralin, të kultivojë durimin. Dhe të reflektohet kjo në sjelljen e tij në familje, sjelljen e tij në punë, sjelljen e tij me njerëzit, me komshit, me fisin, me bashkëpunëtorët. Agjërimi është shkollë ku ne mësojmë devocionin fetar, ku ne edukohemi, ku ne mësohemi, përmirësojmë moralin, në qoftë se besimtari nuk i arrin këto përfitime të agjerimit, këto dobi të agjerimit, atëherë agjerimi i tij është i mangët. Elusallahu subhanahu wa taala
na mundsoj të arrijmë Ramazanin, na e lehtësoj ibadetin Ramazan dhe na e mundsoj që ta ruajmë agjërimin. Të mos e prishim, të mos e cënojmë agjërimin, që t'i arrijmë të plota mirësitë e agjërimit tek Allahu subhanahu wa taala.